Është përkujtuar nga shoqata adhetare Dugaxhini në bibliotekën publike të qytetit Marinbaleti, veprimtaria përkujtimore të 85 vjetorit të luftës së Gurit të Kuq. E njohur ndryshe si lufta anti-jugoslave e Gurit të Kuq në Shosh e vitit 1941 ishte produkt dhe pasojë e luftës italo-jugoslave në territorin e Shkodrës, ku zona Dugaxhinit ishte viktimë e kësaj përplasje gjeopolitike. Ishte një inkursion i nxitur nga anglezët për goditur forcat italiane në prapavijën greke. Ushtria jugoslave erdhi e paftuar në Dugaxhin, edhe kur stacionuan në Shosh, filloi grabitjet, vjedhjet, plaçkitjet dhe çast me keqja vrasjen e banorëve, ku vran 5 veta ndarë Shoshit dhe 2 prej cilëve i kanë ngërposur gjallë pa vdekur ala dhe varret i kanë hapur vetë ata vetit në një grup. Është vrarë dhe palmirashi sa kanë shkelur në tokën e Dugaxhinit në qafë Thagrit dhe manej kanë vazhduar inkursionin në drejtim Shkodrës, janë zhvilluar disa përleshje sporadike me italianët në Prekal dhe në Urën e Shtrejt, por asnjë napal nuk e kishin seriozisht, sepse Italia ishte zanë luftën italo-greke, ndërkohë që Jugosllavia pushtohej nga gjermanët dhe kur u pushtuan nga gjermanët, ushtria jugoslave u kthye, mori urdhër për të kthyer në drejtim nga kishte ardhur. Kryeni vullnetarët Dugaxhinas për të hakmarrë ndaj masakrës së Dardhës, i zonë prit në Gurin e Kuq, është një vend i shkëlqyer, një prit natyrore ku edhe sot po të përshitet historia njëjtën gjë ndërtoi. Aty brenda disa orëve e kanë lënë drejsa futën klap ushtria dhe e kanë goditur nga lart, nga poshtë, nga ana të kisha me shkollë dhe ndërzuar gjithë ushtria në vrarë qindra vet. Shoqata adhetare Dugaxhini kërkon që kjo ngjarje të përkujtohet edhe nga institucionet, madje bën thirrje për ngritjen e lapidari për 20 dugaxhinësi që u vranë nga jugosllavët. Është një ngjarje e lanë krejtësisht harrese, pa vlerësuar, nuk ka lapidar. Ka 20 vrarë nga ana Dugaxhinit dhe asnjë nuk u shpall dëshmor. Dugaxhini tregoi veten se ishte një kalaç që nuk dashtrohet lehtë, nuk luftoi as për italianët, as për jugosllavët dhe hyri në luftë vetëm në momentin kur u plaçkit, u dogj dhe u vra. Kjo bede, e cila u zhvillua në Gurin e Kuq, njihej një ndër luftrat më të mëdha të shekullit 20, ku trupat jugoslave u detyruan të tërhiqeshin, duke lënë të vrarë edhe shumë ushtar.